koha është që jemi me mjeku në studio. Kemi lajmëruar dhe pak më parë që sot do të flasim për një temë e cila është goxha e shpesht, problemet me sulmet në tru nuk janë të rralla. E kemi thënë që dikur ato përfshinin më tepër apo preknin më shumë persona që janë në moshë më të shtyr, por statistika çdo herë ndrojnë dhe e keq që është kur këto probleme, këto sulme në tru prekun apo atakojnë gjeneratat më të reja. Çfarë duhet dim? Informacionin e parë në fakt që kishte në portalin ton, për shembull, nëse shkojmë në një shtet që është shumë afër Maqedonia e Veriut, goditet në tru po preken edhe të rit rreth 5000 raste në vit, imagjinoni. Po, ne me statistika nuk qëndrojmë edhe aq mirë në Kosovë, nuk e dim sa është numri, por e dim që është numri i madh i atyre të cilët kanë probleme të kësaj natyre. Dikur dëgjonim goditje në zemër, infarkt në zemër, kohët e fundit shumë po dëgjojmë edhe për në tru. Po, goditje në tru, po flasim për moshat më të reja, sepse goditjet në tru kanë qenë çdo herë, nuk është diçka e re që ndodh në shëndetësi, por që duhet parandalu natyrisht posaçërisht te moshat më të reja. Me doktor Milaim Krasniqin, i cili është njëkohësisht neurolog, do ta diskutojmë sot këtë temë. Si çdo herë do ta bashkëbisedojmë edhe me ata të cilët kanë dëshirë që të marrin ndonjë përgjigje për problemet kësaj natyre apo të dikujt nga antarët e familjes. Andaj, telefoni do të jetë i hapur +33 44 900 021. Doktor, mirë se erdhët në emision. Faleminderit, mirë se ju gjej. Ke ardhur nga Ferizaj, ëh? Nga Ferizaj. Nga Ferizaj aty ku punon. Po sot në Ferizaj koha është shumë e mirë, kështu nuk ka diçka. Kishte pas disa bastisje aty, policia kishte arrestuar disa persona për narkotik dhe disa para telefon, kështu diçka ishte një aksion që ishte realizuar. Ishte pak rëmuja ndenga, po. Shikoni, Ferizaj po zhvillohet çdo ditë, kështu që nuk kena qef me pas zhvilluar kështu në këtë mënyrë. Tash ato shkojnë bashkarisht. I pët mundësia që çdo kush me pas qasje sa më të madhe dhe për dukurit negative. Drejtën, po zhvillohet vërtet, po ngrihen ka biznese, aman spitali, sa vite ka që nuk është, po e prisni me u bën një spital taman si duhet? 5 vite më duket, e? Spitali ka filluar dikur rreth 5 vite, ose më shumë se 3 vite, edhe deri më tani nuk ka diçka konkrete, po shpresojmë që me... Themeli është hedhë, ka t'i parë? Themeli është hedhë, ndërtimi i vrasht është përfundu, kështu që po presëm shumë shpejt me u finalizu edhe pjesa tjetër, edhe me dalë në objektin e ri, ambientin e ri, ku ka kushte më të mira për punë, edhe shërbime më të mira për pacientë. Më të mira dhe më të shumta se që janë tani. Po. Mirë, ne tema. Po, te tema do të flasim për goditjet apo për sulmet në tru apo infarktet në tru, siç i njohim ndryshe, ka dhe terma tjerë të mjekësisë të cilët s'po duam që t'i themi për shkak të opinionit që duam që të kuptojnë më mirë, të jenë më të qetshëm. Edhe për këtë sulmin në tru si infarkt në zemër është i njëjti? I njëjti është. Nëse përdojmë infarkt. Njëjtin proces, njëjtin patofiziolegji ndodh edhe sulmi në tru sikur sulmi në zemër. Domethënë edhe ajo mund të quhet ose quhet faktikisht infarkt. Infarkti i zemrës, infarkti i trurit. Domethënë njëjtin mekanizëm. Po. Mirë, pse vjen deri te infarkti në tru dhe është me të vërtetë shifra e pacientëve që preken nga ky problem goxha i madh shëndetësor i madh, është shqetësuese. Ne tham që s'kemi statistika, por në bazë të eksperiencës të rasteve që i keni çdo ditë nëpër klinika e nëpër spitale. Po të pas parasysh shkaktarët, të cilët vinë deri te sulmi në tru, atëherë është goxha shqetësuese rritja e numrit sulmeve në tru, sidomos te moshat e reja. Dihet që shkaktar, një ndër shkaktarët është stresi, ngarkesat e shumta, stili i jetës, ushqyeshmëria, aktiviteti fizik, edhe këto janë ato të cilat ndikojnë edhe te moshat e reja. Kemi edhe shkaktarë tjerë shumë, po të cilët ndërkohë edhe i përmendim. Po sidoqoftë, sulmi në tru është shqetësuese rritja e numrit të tyre, sidomos në moshat e reja.
Po, a keni rastit shumë të cilat janë moshat të reja të cilat ju bëjnë që të thoni si është e mundur për shembull në këtë moshë, ndoshta pa ndonjë ankesë më herët, apo gjithsesi ka ankesa dhe vjen deri te ky sulm? Zakonisht vjen pa asnjë ankesë. Kjo më e keqja, pa shenja. Pa asnjë shenjë. Sidomos te moshat e reja. Pa asnjë faktor predispozues ose faktor të rrezikshmërisë. Po të pas parasysh. Nuk ka ndonjë paralajmërim për shembull? Ka paralajmërim, por më duket se janë vonë ato kur paraqiten, ëh. E kemi edhe paralajmërimin për sulm tru, i cili është me një farë mënyrë sikur një alarm. Ne e quajmë ata ku iskemek tranzitor. Të kalues paraqiten simptomat, po tërhiqen me një kohë të shkurtë. Kjo është që nuk vjen re apo nuk e shqetësojnë? Vjen re, po tërhiqen brenda disa minutave, ore, ose më së shumti brenda 24 orëve tërhiqen. Po, cilat janë këto që e pas parasysh? Këto shenja janë të njëjta sikur dhe të sulmit të vërtet në tru. Për shembull, është mpirja e një rësan të trupit, dobësimi i fytyrës, një rësan, dobësimi ftohje asaj pjesë më duket, ëh. Dobësimi i këmbës ose i dorës. Ftofja mund të është proces më pastaj. Kemi vështirësinë të folur, vështirësinë në të kuptuar, mund të kemi edhe disbalancë, humbje e ekuilibrit, mund të shkojë deri te edhe çrregullimi i vetdijes. Por kjo është e përkohshme, domethënë. Kjo mund të jetë edhe përkohshme. Po, nëse është paralajmërim, po. Nëse tërhiqet brenda disa minutave, eventualisht disa ore. Tërhiqet, po kjo është një alarm i cili na shtyn neve si profesionist edhe vetë pacientët ose familjarët e tyre të vedisohen dhe të hulumtojnë shkaktarin pse erdhi deri te kjo gjendje. Mirë, kur zbulohet në këtë fazë, kur personin fjala i mrot te mjeku, a tregon kjo që mund të parandalohet, domethënë, dhe të ndërmerren hapa? Po atëherë shikohen faktorët të cilët e kanë faktorët e rrezikut, faktorët e rrezikut, edhe në bazë të faktorëve hulumtohen faktorët e rrezikut, edhe shihet aty se sa ka mundësi të korrigjohet ose të përmirësohen ata faktorë, ose të vendoset edhe ndonjë terapi parandaluese. Si shkojnë përgjithësi këto raste? Këto raste tranzitore, para sulmit, domthonë kur ka qenë vetëm paralajmërues, këto zakonisht shkojnë mirë, por rrezikshmëria është shumë më e madhe tek këta persona. Tek këta persona për më u paraqit sulmi i vërtet, insulti cerebrovaskular i cili vazhdon ose me komplikime ose deficite neurologjike, të cilat në varësi prej regionit dëmtimit trurit edhe shkakton problemet. Shkakton problemet ose është niveli i dëmtimit në bazë të regionit i cili është përfshi. Po në rastet kur neglizhohet, sepse ne kemi prirë ndonjëherë të neglizhojmë, të i kalon këto shenja, vazhdon gjithçka në rregull. Kjo është një paralajmërim se diçka po ndodh me organizmin. Dhe është një paraprirje një sulmit në tru. Ndodh shpejt më pas një sulm kur i neglizhojmë këto simptoma në bazë të bisedave që i keni më pas me pacientët apo me familjarët e tyre. Zakonisht rrezikshmëria më e madhe është orët e para pas këtij sulmi tranzitor. Orët e para dhe rrezikshmëria shkon duke u zvoglu, por prapë duke krahasu me një person që kur nuk e ka pas këtë problem, rrezikshmëria është shumë më e madhe se tek ata. Por nuk mund të themi saktësisht se kur do të ndodhë sulmi tjetër. Mund ndodhë brenda 72 ore, mund ndodhë brenda javës, brenda muajit, ose dhe kalon me vite, o shumë individuale, në varësi prej faktorëve të rrezikut, të cilët do t'i përmendim ndërkohë, në varësi të atyre faktorëve, edhe rrezikshmëria vjen duke u rrit në proporcion me faktorë. Po. Mirë, ne po e hapim tani telefonin. Dikush tentoj, po më duket ju ndërprej linja që të na marr, +33 44 900 021. Doktor Milej Krasniqi, i cili është neurolog, është me ne sot. Do të kishim pyetje në lidhje me temën apo jo? Natyrisht për sulmet në tru, për problemet, faktorët e rrezikut, trajtimin e gjitha tjera. Jam duke parë një nga shkaqet të thuhet është edhe të folurit të ngadalshëm dhe i pakuptuar, ishte edhe kjo?
Po një Jo shenjë? shkaqet, po simptom që jep. Që ka pasur sulmi, të goditje e sulmit në tru, ë? Po, mund të janë dy mënyrat paraqitjes, vështirësinë të folur, pamundësi për krijimin e fjalive ose pamundësi për të kuptuar të tjerë se çfarë po thonë. Në varet zonat, ekzistojnë dy zona të ndryshme për këto për këtë Pra ta sqarojmë mirë, ka ndodhur sulmi në tru dhe ka pasur këtë pasojë më pas, vështirësinë të folur. Kjo mund ndodhe para sulmit. Apo edhe Ato para që e sulmit. diskutuam. Jo, kjo është në atë pjesën kur mund të jetë një sulm i vogël tranzitor, kalus. Kalus. Po njëjtë Që edhe nuk të është sulmi, vënë re, no? edhe të Shenja është e sulmi njëjtë. i vërtet, shenja është e njëjtë. Pacienti mund të jetë vetëm me vështirësinë të folur. Edhe kjo vështirësinë të folur do të jetë alarm për pacientin dhe për familjarët e tyre që të drejtohen sa më parë tek mjeku edhe të bëhet një vlerësim i gjendjes dhe të vendoset për hapat e më të tjeshëm. Po, se çka duhet ndërmarrë. Nëse nuk shkon direkt, nuk i drejtohet mjekut, doktorit, specialistit direkt, çfarë ndodh? Nëse Kur ka këtë simptom? Nëse është vështirësia në të folur ose pamundësia për të kuptuar të tjerat, e cila ndodh në mënyrë akute, në mënyrë të përnjëhershme dhe vazhdon me qëndru në shtëpi, atëherë kjo mund të rriten ankesat, të shtohen edhe simptomat të tjera dhe të bëhet çështja më problematike, edhe ndihma e parë ose trajtimi i duhur në ato raste akute është më pak i vlefshëm apo më pak i Nuk ka efekt suksesshëm. shumë i suksesshëm. Por megjithatë, nëse veç fillon një sulm apo një parasulm dhe pacienti arrin me shpejtësi, do thotë është pak më shpejt reagimi, vjen deri tek spitali dhe fillon reagimi ndaj tij. A do thotë kjo që intervenimi shpejt krijon mundësi për pasoja sa më të vogla? Çka veprohet më njëherë pas? Prej momentit që shfaqet Sepse për sulm në zemër e dim që reagimi shpejt shpëton jetën. Njëjtë është Edhe në tru. edhe tek truri. Në prej momentit që shfaqen simptomat, siç i përmendëm, vështirësinë të folur, pamundësi për të kuptuar të tjerë se çfarë thonë, mpirje njerës anë të trupit, mpirje fytyrës ose dopsim i njerës anë të fytyrës, dopsim i dorës apo këmbës, të cilat janë të dukshme dhe të vrejtshme dhe shqetësuese për pacientin edhe për familjarët, atëherë drejtohet menjëherë tek institucioni më i afërt shëndetësor, ku vazhdohet me procedura tjera. Kjo ka shumë rëndësi, se nëse mbas simptomave është duke u zhvilluar një sulm, atëherë orët dhe minutat janë shumë të rëndësishme për rezultatin pas trajtimit të sulmit. Si du të veproj unë, doktor, nëse ndodh kjo gjë përpara meje tek një shok, tek një shoqe, ose kundër, nëse ndodh mua, si du të veproj dikush? Nëse ndodh ty edhe janë... Qof lak, doktor. Po, shaka. Inshallah nuk ndodh. Atëherë duhet menjëherë të njoftohet ndihma e parë ose shërbimi 194, emergjenca. Pra nuk mund të japim ndihmë njëri tjetrit, nuk mund ta ndihmojmë një person fillim fare në diçka. Ndihma e vetme është mos e lëni me u lëndu në ato rrethona ose në ambientin ku gjendet, të rrëzohet, por ju si qytetar nuk ka ndonjë ndihmë që mundesh më ofru ose që kam janë ndryshu gjendjen përveçme. Të mos bëjmë panik, për shkak ajo mund të jetë. Ajo shumë është e rëndësishme. Dhe në momentin që ndihma e parë, shërbimi 194 vjen vendos pikë së pari shihen parametrat vital, i jepet ndihma e parë mjekësore mbështetëse në vendin e ngjarjes, siç është vlerësimi i shtypjes së gjakut, sheqerit apo glikemisë, parametrave të tjerë dhe vendoset në apo transportohet në nivelin sekondar apo terciar, ku bën ekzamenimet më të tjeshme, fillimisht një incizim
apo analizë imazherike, siç është CT-ja, dhe vendoset vlerësohet edhe llojin e sulmit. Këto 2 vitet e fundit në neurologjia në Kosovë është avancu për shkak se bëhet ky trajtimi ma specifik, ma i veçantë dhe akut për sulmin në tru, ku përmes trajtimit siç quhet tromboliza, arrihet me ushkri trombi, përmes infuzionit që mirret, arrihet me ushkri trombi në tru, edhe pa arrit mi bë domet, që kjo është e rëndësishme. Pa arrit mi bë domet, edhe komplikimet pastaj janë shumë më të vogla. Jo gjithmonë arritja me kohë mund të realizohet ky intervenim apo ky trajtim, për shkak se janë kriteret të cilat edhe mund të parajashtojnë pacientin nga ky trajtim, cilat janë edhe kontraindikacion për trajtimin për shembull të pacientit. Kur është indikacion e kur kundër indikacion? Koha është shumë e rëndësishme. Sa konsiderohet kohë e mire, kohë e suksesshme? Koha ma e mira, ma e përshtatshme është 3 orët e para me fillu trajtimin me... Që në fakt mundet me qenë këto 3 orë, duke ditë që Kosova vend i vogël dhe për disa minuta mund të arrihet tek qendrat që ofrojnë shërbimin. Me disa kritere të tjera, të cilat për i 3 orë zgjatet deri në 4 orë e gjysma. Po, për në Kosovë, tereni është mjaft i përshtatshëm, për këtë se është afërsia me qendrën klinike universitare, përkatësisht klinikën e neurologjisë, është shumë e afërt dhe mund të arrihet edhe të realizohet në këtë rast tromboliza. Po, kur kanë rastet kur ajo duhet me u dhanë dhe rastet kur mund të jetë kundër indikacion? Rastet kur duhet me u dhanë është domthonjë kur është mbrana kohës, e thamë, duhet shikohen shtypja e gjakut, tensioni. Zakonisht janë të larta, apo? Edhe kjo duhet të ketë, duhet të jetë nën disa parametra të cilat lejohet, nën 185 me 100. Glikemia duhet të shikohen mosha e pacientit, duhet të shikohen intervenimet tjera që ka pas në brenda kohët të caktume, apo ndonjë sulm të mëhershëm, ndonjë intervenim kirurgjik, barnat të cilat është duke i përdor, duke i marrë, ka kur në qoftë se janë disa antikoagulant që i ka marrë në brenda 24 orëve ose 48 orëve atëherë, në mënyrë decisive ndalohet edhe trajtimi me këtë terapinë trombolitike ose trombolizën. Kujto më njëherë që doktorin e kemi drejt për drejt me Ita, e them këtë sepse të shtunën ku ne transmetojmë një pjesë atëherë telefonojnë nganjëherë. Por të mërkurën siç është sot e kemi drejt për drejt Milaim Krasniqin, neurologun, po flasim për sulmet në tru, e numrin plus 38344 900 021 dhe për ata që na dëgjojnë në radio dhe kanë ndonjë pyetje nga ato që ne nuk i kemi bërë ende unë dhe Merita, natyrisht i presim me kënaqësi. Por që do t'ja bëjmë tani në vazhdimsi, kështu që informacione besoj që për këtë problem shëndetësor mund të marrin të gjithë ata që e ndjekin bisedën, qoftë duke na shikuar apo dhe duke na dëgjuar. Faktorët e rrezikut janë mjaft të rëndësishëm si për moshat më të reja, por edhe për moshat më të shtyra. Po, faktorët e rrezikut dhe kishte goxha shumë faktorë. Ka shumë faktorë, janë faktorë të pamodifikueshëm, pandryshueshëm dhe faktorë genetik. Genetik edhe faktorë të cilët mund të ndryshojnë pak. Po, në genetik luajnë trashëguar. Ka familjarë se pacientat të cilët e kanë trashëgim hipertensionin, diabetin, sëmundjet e koagulimit gjakut, sëmundjet e zemrës dhe këto ndikojnë tek sulmi në tru. Por edhe struktura e emëve të gjakut në tru mbaret prej genetikës. Dhe thamë faktorët e pandryshueshëm janë mosha, diçka që na nuk mundem me ndryshu, gjinia, edhe pse këtu ka një rrezikshmëri të gjinia. Meshkujt nduket pak më shumë breken. Meshkujt pak më shumë. Shikon në 3 stresohen më shumë meshkujt.
e mbajnë nga brenda Sikur çdo gjë. kishte qenë kështu nuk do të ishte dashur me qenë meshkujt. E vërteta është që meshkujt janë sëmundshmëria është më e madhe tek meshkujt, E vdekshmëria ndërsa vdekshmëria te gratë. Po e vren kush stresot më shumë. Po ndikon edhe përveç moshës, raca. Aziko afrikanët e amerikanët janë më të predispozuar për Pse ka ndonjë shpjegim? Këto shpjegimet janë gjenetike. Dhe kjo tash futet mrena gjenetika është aty, në atë lloj nuk ka të bëjë me këto Me faktorët e tjerë, po. As me ngjyrën, sepse kur flasim për këtë që përmendë janë edhe ngjyra pak më çokoladë ata, themi kështu pak më ëmbël. Nuk ka të bëjë. Nuk ka të bëjë. Ndërsa faktorët e ndryshueshëm, të cilët mundemi dhe janë shumë të rëndësishëm, për të cilët kohët e fundit pak i kemi lënë anash, janë stili i jetës, obeziteti, duhanpirja, ushqyeshmëria, aktiviteti fizik, të gjitha ndikojnë drejt për drejt në rritjen e rrezikshmërisë për sulmin e tru. Pastaj janë faktorë të mjekësor, siç e përmendëm më herët, tensioni i lartë, sheqeri apo diabeti, i pakontrolluar, pastaj sëmundjet e zemrës, siç është rregullimi i ritmit, fibrilacioni atrial, rritja e zemrës, dobësimi i forcës së muskulit të zemrës, krejt këto faktor dikojnë. Po, te moshat e reja i përmendëm pa dhe të vjetrit faktorët stresogjen, të cilët ndikojnë te moshat e reja edhe përdorimi i substancave drogave, substancave narkotike, substancave jo legale, si që është kokaina, metamfetamina, e këto po pijet energjike, edhe këto ndikojnë. Mirë që i përmende këto pijet energjike, sepse shumë në mod i kemi dhe po përdoren shumë, posaçërisht të rritë, te moshat shumë të reja. Te moshat shumë të reja duke filluar ndoshta që në dekadën e parë të jetës përdoren, po janë jashtëzakonisht dëmshme, duke pas parasysh se ndikojnë në qarkullimin e gjakut, në kontraksionet e enëve të gjakut, po njëkohësisht pijet energjike kanë dhe përmbajtje të sheqerit. Krejt këtu ndikojnë që mu zhvillu sëmundje. Unë bash në dyqan, në treg, kishte edhe disa pije të tilla energjike të cilat janë për fëmijë. Dhe shitën, të thotë edhe fëmija nëse shkon në mënyrë legale, thotë është për fëmijë. Shumë e çuditshme mu duk. Si mund të më qenë ajo? Tash biznesi dhe marketing. Ujë sheqer ndoshta marketing, se limonadë duhet më qenë për fëmijë. I përdorin gjitha metodat për me bë diçka më veçantë që mi bindë dhe me reklama. Doktor, shumë pyetje vijnë edhe për shkak, edhe kemi dëgjuar për shembull në sulmin në zemër kemi dëgjuar edhe kanë bërë atë lidhjen me vaksinën. Edhe disa pyetje që vijnë kanë të bëjnë edhe me këtë, thotë ka ndikuar, duke parë që sulmin në trup përshikojmë shumë tek të rit, përshikojmë që edhe sidomos sportistë që përshikojnë që për shkak të sulmit në tru vdes në fushë, dëgjojmë në përgjithësi. Çfarë mendon ti për këto lajme që lidhen me vaksinën e Covidit? Me vaksinën fillimisht gjatë kohës sa ishte Covidi, njëkohësisht ka ndikuar vetë sëmundja me rritë rrezikshmërinë për sulm truos. Që ndikon të gjakut, të trashjet e gjakut, të vetë sëmundja e zemrës ose mbi ngarkesa e zemrës, mbi ngarkesa e mushkrive. Krejt këto janë faktorë zinxhiror të cilët ndikojnë në rritjen e sulmeve ndruese në zemër, ose sëmundshmërinë e çfarëdo. Në këtë kuptim është më shumë, jo pse ka ndonjë indikacion direkt. Është rritur numri për shkak janë ca pyetje që bëhen për shkak edhe të vaksinës, mos beshmërisë tek vaksina Covidit. Nuk ka ndonjë lidhshmëri direkte me vaksinën. Më shumë me Covidin, dihet sikur çdo sëmundje, sesa me vaksinën. Por kur shohim se psojnë sulmin e trup, për shembull, edhe një numër i sportistëve, për shembull që ata i dim se edhe ushqimin e kanë goxhat kontrolluar, aktivitetin fizik, kjo të bën mandej me thonë që si është e mundur që sportistët spaku ata s'do të ishte dashur të jenë të prekur nga një sulm në tru.
Tash A mund të jetë edhe mbi ngarkesa? Nuk duhet të jetë dekurajuese kjo për shkak se edhe te sportistët, edhe pse të gjitha faktorët i kanë faktorët predispozitat ose rrezikshmërinë e mbajnë në nivelin e duhur, atëherë mund ndodh për shkak një anomalie të zemrës, mbi ngarkese, çrregullimi të përnjëhershëm të ritmit të zemrës. Këtu janë të paparashikueshme, edhe përkundër pse ka qenë shumë strikt në disiplinën e stilit jetës apo çka do. Këtu janë matrolla, po janë shumë matrolla dhe prapë nuk do të janë dekurajuese për mos me i kushtu kujdes shëndetit, sidomos ato faktorë të cilët mujnë mi ndryshu. E në vendin tonë, ose në Ferizaj, ku ti punon, cilat janë rastet më të shpeshta, nga vinë persona që paraqiten aty, që ndodh një sulm në tru? Po, moshat më të shpeshta janë moshat mbi 50 vjeçar. Po, e rastet për shembull nga vinë pasojat, nga stresi, nga më shpesh, po në regionin tem sikur në krejt Kosovën, shumicën, po edhe më gjerë vinë për shkak pa kontrollëshmërisë, hipertensionit, diabetit, probleme me zemër, mos kontrollat, vizitat rutinore tek mjeku, po edhe për shkak obezitetit, domon të lidhur këtu pacient për cilët faktor rrezikshmëri po flasëm, i kemi hasë në jetën e përditshme gjatë punës në institucion shëndetësor apo në emergjencën e Ferizit. Rasti më i vështirë që keni pasur dhe sot ajo gëzon jetë edhe fal jush, fal të tjerë kolegëve? Raste ka të shumta që gëzohet. Ndonjë që e mban mend kështu që të kujtohet, ta kanë përmendur ndoshta? Ka, nuk është një, por ka disa. Të fillu edhe prej moshës dikon 20 vjeçare, ka pacient 20 vjeçar, më saktësisht 42 vjeçar, i cili një mosh goxha e re për këto, ka ardhur në institucion shëndetësor ku punojnë në emergjencën me deficite të rënda neurologjike, pamundësi globale të kompletit të folurit, dobësim të dorës dhe të këmbës në shkallën më të lartë, po i cili këtu duke ndjek procedurat edhe vetëdijsimi njëkohësisht i popullatës edhe njohuritë e stafit, ka rrit me kry trombolizën dhe sot ai gëzon shëndet të plot pa asnjë deficit neurologjik. Këtu deshta dhe them që këtu rastin përgjithësi përfundojnë me pasoja, me vdekje si pasojë e parë, por rastet e tjera janë kur psojnë edhe paralizat ndryshme dhe mbeten shpeshherë të shtrirë për shtrati, ka probleme të natyrave ndryshme varësisht se ku është kryer sulmi. Varësisht për regionit, ka shumë rëndësi regionin cilën është kry, koha të cilën ka zgjatë pa e marrë ndihmën e nevojshme dhe ena e gjakut e cila është mbyllë. Në varësi prej anës së gjakut, atëherë edhe kem ndërprerje të ushqyeshmërisë së indit trunor dhe aty shkaktohet edhe dami apo deficiti neurologjik. Deficitet neurologjike janë ndryshme, duke fillu pra atyne që tërhiqen thujase komplet, sidomos të sulmet tranzitore, deri në ato ku pacienti është gjithmonë i mbarur nga tjetri. Domthon me një deficit të rënd, me dobësim të këmbës dhe dorës të rënd, i cilat ja pamundson edhe të ngritet në këmbë. Regjepi pyet thot, për sa kohë vjen të folurit e një të prekurit me infarkt në tru? Këto të folurit dhe paraliza si prognoz kanë një dallim në kohën për cilën shpresohet që mund të kthehet. Të folurit e kanë një diapazon më të gjerë kohor për rikthimin e të folur. Deri në 2 vite ka mundësi që organizmi ta rigjenerojë regionin që është përgjegjës për të folur. Shpresat për të folur janë deri në 2 vite, ndërsa për paralizë të këmbës së
dorës, shpresat janë deri në 6 muaj. Deri në 6 muaj ndryshimet janë të dukshme. Përmirësimet janë të dukshme. Mas 6 muajve, pas sulmit, atëherë shkon duke u vështirësua se duke u ngadalësu përmirësimi. Ku flet për paralizë të dorës që lidhet domethënë edhe me trurin, të cila anë ka të bëj, ana e majtë e djathtë nuk ka të bëj. Jo, ka të bëj. Kjo është gjithmonë ana e kundërt. Ne dim që truri i ka 2 hemisfera, 2 pjesë. Po, veriore. Gjithmonë, nëse sulmi ka ndodhur në anën e majt, problemet janë në anën e djathtë. E me zemrën ka lidhje, për shembull, me shqetësimin e zemrës edhe më pas kalon në tru? Po e diskutonëm se edhe zemra është shumë e rëndësishme. Përveç tensionit lartë, kemi edhe disa shkaktarë të zemrës. Njëri për aty ne keq rregullimi i ritmit. Përkatësisht, më saktësisht është fibrilacioni atrial në gjuhën mjekësore. Tjetra është dobësimi ose funksioni i dëmtimi i valvulave të zemrës dhe rritja e zemrës ose dobësimi funksionit të zemrës për shkak se gjithmonë ka pas një mbi ngarkesë ajo zemër. Në momentin që kemi çrregullim të ritmit të zemrës, jep mundësinë gjakut që të formojë trombe. Dhe ato trombe prej zemrës nëpërmjet enëve të gjakut kalojnë dhe shkojnë deri në tru, deri aty ku nuk mund të lëvizin dhe atë pjesë e shkaktojnë, e ndërprejnë ushqyeshmërinë e trurit, e pamundësojnë oksigenimin e qelizave të trurit dhe me një farë mënyrë quhet vdekja e trurit apo infarkti i trurit. Po mos të harrojmë se ekzistojnë 2 lloje të sulmit tru. Deri tani kemi të folë për sulmin iskemik, cerebrovaskular iskemik, ku kemi, vjen për shkak të krijimit trombit dhe mbyllja e anës gjakut nga trombi dhe nuk qarkullon gjaku. Po kemi edhe sulmin tjetër i cili është më i rrallë, diku në rreth 20%, pëlcitja e anës së gjakut. Si pasojë pëlcitjes së anës së gjakut. Cili është më i rrezikshëm nëse mund ta bëjmë këtë dallim? Dallojnë njëra me tjetrën? Dallojnë shumë thanë në aspektin se si zhvillohet. Njëra ke gjakderdhja, ke për shkak pëlcitjes së anës gjakut, edhe ndërsa tjetra është për shkak mbylljes së anës gjakut. Të dyjat e shkaktojnë dëmin e njëjtë, dëmtimin e qelizave. Po cili është më i rrezikshëm, prap mbetet në atë se cili ka qenë faktori i rrezikshmërisë, shkaktari cili ka ardhur drejtare dhe cila enë e gjakut ka pëlcit ose cila enë e gjakut është mbyll. Domthonë mund të kesh një sulm tru gjakderdhje që mund të jetë e vogël, po mund të kesh dikush tjetër një iskemi, mbyllet e në gjakut, po që mund të jetë shumë e madhe, pa gjakderdhje. Nuk do të thotë që gjithmonë shkojnë bashkë. Domthonë janë njëra ose tjetra. Ke doktor dhe ti mesazhin nëse unë gaboj në një term, mund ta lexosh njëkohësisht. Thotë kam pasur një, çfarë thot Facilias Pares? Djathtë të fytyrës që pas 3 javësh më ka kalu. Por tani jam edhe në moshën 26 vjeçare, po ashtu kam tinnitus në veshjen e djathtë. Po ashtu kam pasur probleme me veshjen e djathtë si fëmijë, si kullimi veshjet e tjerë. Mirë, po kohëve të fundit po më randohet pjesa e djathtë dhe gjatë rrojës po më ndodh që të më shtangohet muskuli i anës së djathtë. Po ashtu jam edhe me diabet, por kam tipi 2, kam nën kontroll, pa medikamente, vetëm me sport dhe ushqim. Pyetja ime është sa është i rrezikshëm ky shtangim muskuli dhe a mund që kjo të më çojë në një sulm në tru. E jupi ka shkruar. E jupi. Kështu. Pareza e anës djathtë të fytyrës që ka ndodhur tek pacienti, te jupi, duhet të dihet pak më sakta a ka qenë parezë periferike. Domethënë që s'ka të bëjë me trurin. Shumicën e rasteve paralizën e fytyrës tek pacientët e kemë për shkaqe të nervit facialis, që nuk ka të bëjë me trurin. Nëse ka qenë edhe si shtuhet për të javë, se zakonisht paraliza periferike e fytyrës
këtë rast e nervit facialist tërhiqet në shumicën e raste brenda 3 javë apo 1 muaj. Nëse ka qenë periferike, atëherë nuk ka të bëjë me rrezikshmërinë qendrore. Me rrezikshmërinë qendrore në këtë rast ka të bëjë diabeti, edhe nëse pa tension apo vlera të larta të yndyrnave. Po, ato lëvizjet e fytyrës në këtë rast janë si pasojë e asaj gjendjes që e ka pas më herët. Janë si komplikim i asaj parezës së mëhershme, kështu që ato lëvizje nuk parashohin për rrezikshmëri, vetëm janë si komplikim i pasojë gjendjes që ka ndodhur. Mirë, po me një punë të bërë më pas kur pacienti vetë shpëton, kuptohet ka paralizë të njërës pjesë, të 2 gjymtyrëve apo të njërës anë, po mendoj, qoftë në dorë, qoftë në këmbë, në të folur, në fytyrë, por pas disa ushtrimeve të cilat bëhen, ku fizioterapia këtu luan një rol shumë të madh, shpeshherë ka përmirësime goxha të mira. Çfarë duhet bëjnë pacientët pasi që ka ndodhur sulmi, s'ka qenë mundur të parandalohet? Tutje çfarë stili të jetës duhet bëjnë? Po, tek pacienti i cili pas sulmit, pas kohës i cili merr trajtimin në spital, pastaj vazhdon me trajtimin rehabilitues, ku ka të bëj terapitë fizikale, të cilat janë shumë të rëndësishme, me mbajtë të aktivizuar përmes lëvizjeve të dorës dhe këmbës, me mbajtë të aktivizuar edhe pjesën ose regionin e trurit. Ushqyeshmëria gjithmonë sikur edhe para se me ndodhë sulmi, domon janë të rëndësishme ato faktorë të stili jetës që tjetë sa më i mirë, edhe për rikuperim, po edhe për të mosu përsërit ndonjë sulm i ri. I ri, po. A janë raste të shpeshta, sepse e di që dhe kur ndodh një sulm, në fakt thonë që rreziku ekziston, është ai 24 orë që 48 deri në 72 që mund të ndodhë një sulm tjetër. Te sulmi tranzitor, që përmendëm, rrezikshmëria është e madhe, sa më afër që je mort mas sulmit, rrezikshmëria më e madhe, por shkon duke u zvoglu. Me orë shkon duke u zvoglu, po gjithmonë kemi rrezikshmërinë se një sulmi do të ndodhë. Por ka raste kur shkonon me vite nuk ndodh. Po nëse intervenohet me përmirësimin e faktorëve të rrezikshmërisë, si që me rregullu shtypjen, sheqerin, problemet me zemër, ushqimin, aktivitetin fizik, vlerësimin e enëve të gjakut, sidomos në pjesën e qafës ku është bifurkacioni, ku bëhet ndarja e 2 artereve, njëra që furnizon fytyrën dhe tjetra që futet në tru, aty kemi grumbullimin e yndyrnave, të cilat krijojnë pllaka, krijojnë shtresa dhe vazhdimisht shkojnë duke e mbyll enën e gjakut. Dhe në një moment të caktuar, për shkak ngritjes së shtypjes, krijohet në atë ngushticë, krijohet turbulenca dhe kemi shkputje të një trombi, i cili dhe më pastaj vjen deri te sulmi në tru. E çka duhet bërë në raste të tilla, për shembull, një person duhet bërë këto incizimet më shpesh të karotideve? Duhet fillimisht që ditët e para të bëhet incizimi karotideve me ultrazo, po Doppler të qafës, dhe të vlerësohet gjendja aty. Në ato raste, kur kemi, është një pasqyrje e përgjithshme edhe për shëndetin në përgjithësi të enëve të gjakut, por indirekt paraqet edhe tregon edhe për rrezikshmërinë e sulmeve në zemër, vlerësimi i enëve të gjakut në qafë. Aty vlerësohet se sa është mbyll. A është kriju ndonjë stres e yndyrës, ndonjë pllak, edhe çfarë lloj pllake. Ekzistojnë limitet kur duhet intervenu, kur duhet prit? Është domon përcaktohet me përqindje ngushtimi i enës. Në varësi të ngushtimit, në varësi të përqindjes janë edhe procedurat. Tu fillu prej procedurave domon trajtimit me medikamentoz me tableta, deri te intervenimi kirurgjik. Por në ato raste, kur nuk ka pas simptoma, por është bërë një ekzaminim i qafës dhe gjendet një mbyllje diku mbi 70%. Intervenohet përmes intervenimit kirurgjik, operativ dhe largohet e pjesë, atëherë është
një largim i rrezikshmërisë në një përqindje shumë të madhe. Po nëse është nën atë 70-shin. Nën 70 ose rreth 50. Shkohet me terapi medikamentoze, në këtë rast me terapi për zvogëlimin e yndyrnave, me mbajtjen sa më stabil shtypjes së gjakut dhe përcjelljen në mënyrë vazhdueshme atij ndryshimi, atij ngushtimi se sa po avanson, sa po shkon duke u mbyllur dhe për çfarë kohe caktuar. Dikush na shkruan, thotë jam duke mjekuar për një trombe, por mu kanë shfaqur në venën në këmbën e majt. Nuk kam asnjë smundje që po i përmend, nuk pi duan, alkool, jam duke përdorur xhelipora për hollimin e gjakut dhe të premten do bëj një ndërhyrje në venën e smur. Pyetja është, a do të më shfaqet prap trombi në këmbë dhe si ta parandaloj prap? Nuk e di nëse ka lidhje me temën ose me... Po tash... Po janë dhe këto... Edhe kjo trombet në ekstremitetet e poshtme kanë rrisin rrezikshmërinë edhe të sulmeve në tru dhe në zemër. Në një përqindje pak më të vogël se sa problemet në enë të gjakut qafës ose problemet në zemër këtu, por edhe këtu kanë një rrezikshmëri. Shumë faktor të cilët i përmendi kanë në favorin e pacientit, por rrezikshmëria ekziston këtë rast, por jo aq e madhe si që përmendëm në pjesë tjera. Po sidoqoftë, marrja e masave, në këtë rast për shkrirjen e trombit ose intervenimeve, largimi aty në venave, të cilat e kanë shumë njerëz të cilët kanë shumë vena dhe këto ndonjëherë mund të jenë edhe të rrezikshme dhe duhet... Jo, vazhdimisht është një rrezikshmëri, sidomos për sulme në zemër, infarktet zemrës, po dhe të trurit. Rrezikshmëria është e vazhdueshme te varicet e venave në ekstremitetet e poshtme dhe pacientët hezitojnë me bën ndonjë ndërhyrje kur është e nevojshme sepse krijohen pra. Ato nuk krijohen, ato tjerat janë, nëse ekzistojnë edhe tjera që kanë fillu mu dopsu, atër është çështje tjetër, po ato që janë largu. Është largu rreziku me një me largimin e tyre është largu edhe rreziku për dome apo sulme në zemër. Më të mëdha. A ndodh kur lodhet truri mund të jetë më pas kalojnë në një sulm, apo përse lidhet me stresin? Lodhja e trurit e momentit nuk ka të bëj Nuk ka të bëj që e rrit rrezikshmërinë për sulm. Mirë është me lodh trurin. Shkon e blen për shembull vitamina apo hapa për ta ushqyer trurin. Ti je kundër këtyre apo je pro duhet? Suplementet apo vitaminat, preparatet shtesë, mirë është mi përdor, ka preparate të cilat e përmirësojnë qarkullimin e gjakut në tru, vitamina... Për shembull B12, ja? B12 e ushqen trurin, e ushqen fijet nervore, edhe në mungesë tyre, mungesë B12-it, paraqiten edhe simptoma të ndryshme, si në pjesën qendrore, po edhe fijet nervore periferike. Kështu që her pas here... Ka pasur sulm në tru sepse nuk përdori B12, nuk e mori çfarë ushqime apo nuk ka të bëjë kjo? Është ndihmes. Jo, është ndihmes për këto çështje që thamë, është blloku truri, lodhja, po stresi mund të jetë edhe stresi akut i momentit në mënyrë indirekte që shkakton. Për shkak se kur kemi një stres të madh në ato momente, te disa persona mund vjen edhe te rritja e shtypjes së gjakut, çrregullimi i ritmit, edhe këto automatikisht reflektojnë edhe në tru. Stresi i vazhdueshëm për kohë të gjatë dhe stresi kronik është domet janë graduale në enë të gjakut, në paraqitjen e sheqerit, në dëmtimet e zemrës, e kështu me radhë. Desha ta pyes mjekun, thotë, ndoshta mesazhi i fundit pyetja e fundit. Desha ta pyes mjekun në lidhje me sulmin në tru. Ka kohë që un kam një zhurmë prapa kokës, e cila më pengon sidomos në gjumë. Ajo zhurmë i ngjason shumë sikur zhurma kur hapën dyert e autobusit, kalon nga ana e majt në të djathtë. Kjo a ka të bëjë me ndonjë palëmrim të kësaj që shpjegoni ju? Edhe a duhet të merren aspirina në këto raste? Tensioni nuk e kam të as diabet, përveç se herni diskale. Kështu, zhurmat në vesh apo në kokë,
mund të jenë shkaktarë të ndryshëm të cilët shkaktojnë këto. Mund të jenë për shkak problemeve me vesh, ose fillimisht për shkak problemeve subjektive, për shkak perceptimeve psikologjike, që është diçka më e thjeshta dhe duke fillu tani te problemet me vesh, po për temën për cilën po flasim na, mund të jetë edhe për shkak ndonjë anomalie të enëve të gjakut, ose mbyllja e enëve të gjakut në qafë, ngushtimi, edhe kjo mund të sjellë ushtim në vesh. Pikë së pari, duhet eliminohet rrezikshmëria për sulm të ru kur ka këto ankesa përmes ekzaminimit të enëve të gjakut të qafës, dhe pastaj Mere këtë, Maksi, po më duket është hera 2 që po na telefonon, do nëse tham që jemi në fund, por do ta marrim këtu telefonues. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me pyetje mjekut, Po? prindi jam u paralizu. Po? Alo, apo dëgjon? Po të dëgjojmë, vazhdo. E koma ju ka lëshu koma, po që ta shpinda aty s'po mën me ecë veç për krohi. Intereson nga një kohë sa... S'ka po qi kështu mu që vetë, me shku në toalet. Po kështu, cila është pyetja? Po thonë prindi jam është paralizuar, aty mjekut t'ja bëj një pyetje. Po. Aty në koma ju ka lëshu koma, po shpinda kështu me marrë mu që vetë, me dojë. Po vendoj që po pyet kur mundet me zgju vetë. Që sa, kur është paraqit sulmi në tru ose paraliza? Që sa ku? Jo, paralizë në tru, po që një 2 muaj qështu. Domthon është vërtetu që ka pas sulm në tru, apo? Jo, nuk ka pasur në tru, po veç si paralizë në shpinda, vëde. Mirë, këto tash duhet vlerësohet se ku është problemi. Ndoshta nuk është problemi hiç me tru, por me shtyllën kurrizore. Për shkak ndonjë ngushtimi të kanalit të palcës kurrizore, ndonjë dëmtimi të enës fijeve nervore, e cila ka shkaktuar edhe vështirësinë në ecje. Edhe tash problemet mund të jenë për shkak se ai nuk ka problem me ecë, për shkak dhimbjes, për shkak prekjes së fijeve nervore periferike. Kjo do të definohet a është problemi në shtyllën kurrizore. Dhe a mund të ketë përmirësim kur bëhet diferencimi se ku qëndron problemi? Në varësi prej problemit edhe mund të ketë përmirësim. Nëse është problemi me shtyllën kurrizore dhe vërtetohet që kemi ndonjë herni diskale ose është prek nerve, atëherë përmes nëse vije puna dhe deri te operacioni edhe mund të përmirësohet. Po sidoqoftë këtu është shumë e nevojshme me u vërtetu se cili është. Për të gjithë ju që jeni zgjuar me vonesë ose jeni bashkuar me vonesë Ishte edhe mungesa e informacioneve të shumta aty, do të keni mundësi ta ndiqni doktorin edhe në YouTube komplet intervistën nga fillimi deri në fund. Edhe në YouTube, edhe një pjesë të shtunën. Ose po, një pjesë të shtunën në përmbledhje, në YouTube nga pasditja bisedën e plot. Doktor, faleminderit shumë. Shumë telefonata dhe mesazhe. Por jemi në fund, tashmë është vonë për të marrë ndonjë përgjigje. Faleminderit shumë për informacionet. Faleminderit për ftesën.